Banorët e fshatit Kanin kanë dalë sërish në protestë mëngjesin e së martës për të tretën ditë me radhë. Ata kërkojnë një zgjidhje për aksesin normal në pronat e tyre. Shkak për protestën është bërë ndërtimi një nënkalimi me llamarin nga firma Gjener 2, i cili sipas tyre nuk u shërben as banorëve dhe aq më pak rasteve emergjente. Sipas banorëve, nënkalimi i ndërtuar do të nxjerrë jashtë funksioni dhe përdorimi tokat bujqësore të më shumë se 150 familjeve që jetesën e tyre e kanë të lidhur me bujqësinë dhe blegtorin. Ata theksojnë se në rast emergjenca si zjarre apo nevoja shëndetësore, automjetet nuk mund të kalojnë nëpër këtë nënkalim. Kjo është vetëm protesta e radhës dhe nëse nuk merren masa do të vijojmë edhe në ditët në vijim, madje me protestë më të përshkallëzuara, shprehen banorët. Kemi mbledhur sot për këto vepra, që s'janë vepra, janë bllokuese, vrastare. Imagjino tani, është fakti kryer, ishte makina gjeniere aty me generatorin dhe mori flak. Çfarë do të thotë? Që të bëhet që aty, edhe deri atje me tombino, do të thotë që nuk merr dot ajër, jo më të kalosh. Kështu janë dhe punët e tjera. Para një jave mbyllën rrugën, është e thjesht fare kjo këtore. Një rotondo kalohet, kush do të kaloj këtej, kalon këtej dhe kush do të kaloj na pronat, kalon pronat. Dhe te bregu mas e mbyllën. Tani do kalojnë gjithë populli do kaloj rreth e rrotull na bypassi. Bypassi ka një rregull, të paktën 100 km/h. Ku do kalojmë ne banorët me 100 km/h kur këta bllokojnë rrugët? A e kupton? Ktu s'kalon dot as mjete as një gjë. Fshati kërkon të drejtën e saj. Neve për një të ardhme, fshati këtej do shtrihet, neve nuk bëjmë dot investime në fshat. Atëre kalon betoneria këtu, kalon zjarr fiksja, se avasën do të bërë një zjarr, apo do kaloj, do bëhet avion. Kështu do kërkojmë një gjë. Ju nuk e pengoni bërjen e këtij nënkalimi, por jeni kundër këtij nënkalimi. Të bëhet e lartë ura nënkalimi. Këtë kërkojmë. Ujë janë shumë prona. Ujë shekullor, po dhe ne jemi vektor, ujë. Por kjo është pak a shumë është jetesa jote. Pra këtu në vend na ndihmojnë, do ta stimulojnë, ta po na pengojnë. Sepse atje shumë mirë i rënë nuk vetë dot. Më shumë kam traktor. Do të ikë marullit, do të punoj. Kjo rruga është ngushtë, nuk është. Ju kishit informacion më herët për bërjen e këtij nënkalimi? Jo, nuk. As nuk konsultova asnjë gjë. Thjesht ku pam që vun tupot edhe u habitëm. Është pak e çuditshme, është sigurisht diçka e qëllimshme, për ta penguar. Kjo protestë ka një problem tepër social-ekonomik dhe historik, që do të thotë aksesi për të hyrë dhe për të dalë në fshatin tonë është shuar. Veshët janë të shurdhër, askush na dëgjon dhe askush nuk na thot. Jemi para një fakti dhe një ndryshimi të projektit, ku firma zbatuese dhe ARSH-ja duhet të na kishte komunikuar dhe bënte diskutime me publikun. Gjë që s'ka ndodhur. Nuk shikojmë një tabel, që të kemi tabel orientuese që të thotë hyrja dhe dalja në fshatin Kanin. Po ta shikojmë me sy të lirë, në një tunel prej 35 metra linjar, ku nuk mund të kaloj asnjë mjet që të shpëtojë një jetë njeriu, se nuk po themi për një jetë ulliri, që janë rritur 333 breza për një ullir shekullor. Në momentin që s'mendojmë për jetën e njeriu, do të thotë që këtu ka marrë fund. Barej Sadiraj, kryeplaku i fshatit Kanin, tha se protesta ka për qëllim të parandalojë një zhvillim të gabuar për të ardhmen e zonës. Ky nënkalim nuk mund të konsiderohet zgjidhje, sidomos nëse për Kaninën parashikohet ndonjë plan zhvillimi. Ne kemi kërkuar informacion në institucionet përkatëse, por jo vetëm që nuk kemi marrë përgjigje, por nuk ka as vullnet për anulimin e projektit dhe realizimin e një studimi të ri, u shpreh Sadiraj. Ka bërë një nënkalim të dal tek pronat e shtatarëve. Unë shikoj që kjo nënkalim është 7 do llogaritur minus 50 dhe 30. Në çdo normë që është, të paktën për kushtet që jemi ne, kemi në zhvillim, ajo pak minimalisht duhet të jetë 4-50%. Tu diskutohet në shtatin tonë. Unë nuk jam absolutist, se unë këtë probleme kam rritur të gjitha historinë. Qoftë tek prefekti, qoftë tek deputeti, qoftë tek sekretari bashkisë. Tani, çfarë përgjigje mora unë për përfundimisht? Unë duke filluar që nga fillimi i bypassit. Dhe deri këtu janë të pak se nuk mund të shkoj do pronar në
pronet. Ndërkohë, bypassi i Kaninës, i cili pritet të jap një zhvillim të ri zonës dhe të lehtësojë ndjeshëm trafikun, është drejt përfundimit. Megjithatë, banorët paralajmërojnë se nëse nënkalimet nuk merren në konsiderat si prioritare, për interesat e tyre protesta do të vijojnë edhe në ditët në vijim.